pa ofendim për komuna tjera, nuk du me dhonë emna, po ka komuna në Kosovë të cilat për shkak natyres vetë nuk e kanë fort problem apo duke teqja mirë, ajo retrofiti që quhet në gjuhën angleze. Por në Gjakov estetika edhe e bukura që i bjen rekreacioni, që i bjen rinia, që i bjen turizmi kulturor, trashëgimia kulturore, me qëllim për të vetë se duke që e idiot, a kemi nuk për këta, do thot, du shku deri të mirëqenia sociale, do thot, a kanë më qujtë alo banesa sociale, edhe mu konceptu kulturalisht e na, ja ku më dhonë që aty një 20 familjeve të fukarave do banesa sociale, a ki plan për banim të përbalushum, për ata që s'janë do mos do në gjenjet keqe mirëqenit sociale, por që ka nevoj për një dorë të kryetarit komunës edhe komunës me indimu, si qiftet e reja, e të tjera. Këto janë disa situata, edhe mjedisin më starojmë, zoti Gjini. E keni në programe, posh, komuna Gjakovës realisht është komuna ma e pasër në Kosovë. Po, a keni na ide që qysh keni me vazhdu me mojtë pasër? Sa e keni investimin, a keni me rrit, qysh the edhe vetë mjetet financiare, këto. Një që pyjtje mi ki po blerim. Po, shka me po? Si kemi to notën, zoti Gjini, dal nga dalë se të kjo puna mbetërina më ka më dhumë pyjtje, po. Kështu, të njerëzit, e gjithë Kosova e pas luftës e ka pas një problem të asoj që quhet brain drain, për pas Prishtinës. Për shkak se shumica e profesionistëve kanë gjetë ma letë punë ose vitë karrierës në Prishtinë. Gjitha komunat tjera e kanë pas një problem. Normalisht që profesionistët dhe prodhohen gjatë gjithë kohës. Nuk shkojnë në universitetet, shkojnë studien jashtë, kthehen edhe në universitetet tona këtu, amo po ka ekzistu si problem. Edhe ta është dikush që është idiot, nis me mendu qysh e mban kuadrin, apo edhe qysh e kthen. Edhe normalisht që unë e ti nëse e bojmë një bisedë 15 minutëshe, e di që kemi me u pajtut, jo veç me ty blejnë, ko me gjithë, që një profesionist e donë fillimisht rrogën e mirë, e donë vinë e karrierës, nuk donë me metën të njëtën pozit gjithë jetën, në avansu në karrierë. Donë me e pas jetën e mirë, një shtëpi të mirë, një lagje të mirë, ka me rritë fëmijët, donë me pas shkollën e mirë për fëmijët e vetë, që aty ku i rritë. Do me pas rekreacion, me dalë me shëtit, me esë, me dalë në drekë. Tash, qysh i ofrojmë kretë këtu, nuk ka shkop magjik. Nuk ka shkop magjik. Mirë po, gradualisht, shkojmë të i ofru këtu. Tash, që ndodhë, në Gjakovë sot është, kom pas disa miqë pardje, kanë ardhë me mu, kanë dalë, edhe shumica të dëtë kanë thonë, nuk e kem ditë që ka kësi jetë jashtë punës në Gjakovë. Me dalë në qytet vjetër me shku me një kafe që është kete veçantë, ose një kafe tjetër, me po galerinë e arteve, me po teatrin, me po krejt. Amo tash neve na duhet edhe me u rrit pjesa e vizë karrierës. Qysh rritet kjo? Nuk mundet me rrit komuna vetëm, se edhe nëse unë i qes 340 punojës administrativ që i kom prej punës, 340 kom me i marë. Edhe nuk bën ashtu. Mirë po, rritja e bizneseve, rritja e kompanive të mëdha, cilat kanë nevoj për ekonomist mirë, për inxhinier të mirë, për jurist të mirë. Veçashtu e sjell një pjesë të kapacitetit sa ata kanë nevojë dhe i paguajnë shumë. Shembull ta marrim. Rritja e shërbimeve shëndetësore, edhe publike, edhe private, po ju tregoj në Gjakov ka klinika, nuk guxoj me i përmend se nuk është fair tash me bo fushatun, ama ka klinika private që janë jo përtej mesatores Kosovës, po përtej mesatores Ballkanit, edhe në disa lëmi, ku njerëz vinë prej krejt botës, dhe tash një pjesë e mjekve shumë specializum, punojnë aty. Këto janë metodat qysh një pjesë e kuadrit mbetet edhe punon si total. Te ICT-ja, te qyteti i mençur, e kemi në një kompani në Gjakov që i prodhon disa plastika për rokaqiej, prej Sydney ja dërgojnë projektin, kë e prodhon në Gjakov. Nuk janë çështje që du të nënajt dikush me kry aty. Më thonë, punohen gjithë qysh, amo ka edhe në Gjakov,
kompani të ICT-s që janë